Selamu alaikum hoxhi nderuar, jam nga Gjermania dhe jam mbulu me hijab që 1 muaj dhe jam feju që 1 javë me një vëlla musliman. Elhamdulillah. Tash më that e kam të gjithë familjen kundër vetes. E tash, këtu kemi një kapërcim paksa të problemit. Pse është familja kundër teje? Pse ke vendosur shamin që 1 muaj apo pse je fejuar që 1 javë? Cili është problemi? Ma kanë mbyll derën disa ditë, nuk kam guxu me ju afru shtëpisë. As motrat, as babai, as nëna nuk më folin si më kanë folur më parë. Pra, është shumë interesante kjo. Jam tu ndje e huaj në shtëpinë e babait tim. Më thonë që të ndahem nga i fejuari dhe me hek mbulesën, për shkak se nuk po mund të më shohin kështu. Pra, janë të dy këta faktorë, janë të dy këto probleme që këtu shfaqen tash pra. Edhe mbulesa edhe i fejuari. Babai im më ka thënë që nuk guxoj të dal me të fejuarin tim se përndryshe do të më torturoj. Shpifin për të fejuarin tim rrena e gjëra të kota. Thonë se nuk guxoj me ndalu shkollën për shkak të djalit, kurse ai nuk më ndalon. Jam 22 vjeçare, çfarë të bëj? Allahu ju shpërblet. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pra thjesht, është ky problemi që lind kësaj. Vajza është fejuar, por unë nuk po e kuptoj si është fejuar. Si është fejuar? Fejes nuk i thuhet kur vajza vetëm e premton djalin nga vetveti, por fejes i thuhet kur vajza dhe babai i saj e premtojnë djalin se do të martohen me këtë vajzë. Nëse i kthemi asaj traditës rendit për fejes tek ne, atëherë fejesa nuk ka mund të ndodh asnjëherë, nuk është e njohshme në vendin tonë që të jetë pa familje. Asaj nuk i thuhet kurrëherë fejes. Mund t'i thuhet ajo vajzë shkon me atë djalë, mund t'i thuhet ata kalojnë, mund t'i thuhen shprehje prej më të ndryshme, por kurrëherë se ata janë të fejuar. Fejes i bie kur familja me familjen janë pajtuar për një gjë të tillë. Dhe tash nëse ti je fejuar që 1 javë, shtrohet pyetja pse ata të kërkojnë nga ti që të ndahesh. Nëse ti je fejuar pa e pyet babain, atëherë është çështje tjetër. Në këtë rast vret qartë se urrejtja ndoshta është për aspektin fetar më tepër, sepse nëse djali nuk bën dhe ata kërkojnë që ti të ndahesh ose të mos vazhdosh me të, në rregull, por çfarë është problemi i shamis? Dhe thua se edhe babai, edhe nëna, edhe motrat dhe tërë familja të shikojnë pak më të ndrojtur, më të ftohur ndaj jush dhe kanë qasje jo të njëjtë, jo të barabartë me të tjerët, por jo dhe të njëjtë me ju, sikur e kanë pasur kohë më parë. Pra, thjesht këtu duhet ta keni këtë koncept parasysh. Ju duhet të dini, ju duhet të mendoni qartë se fejesa dhe martesa me një djalë musliman duhet të ndodh kur do që të ndodh, por jo si do që të ndodh. Pra duhet të jetë musliman. Ti mund t'ja bësh këtë obligim vetvetes dhe ke këtë obligim, edhe ti edhe babai ju, që të jetë në kuptimin jo vetëm musliman, por të jetë fetar, të jetë i moralshëm, të jetë i dinjitetshëm, të jetë i ndershëm, të jetë pra me virtyte të pastra të moralit islam. Por jo kjo që do duhet ju shënjonte filan personin, për shkak se nuk din se a do të pajtohet babai për atë djalë. Kjo nuk do të thotë se nëse ka refuzuar babai për një rast, mund të jetë motivi fetar, sikur përmenda mund të ketë nganjëherë motive familjare, motive të tjera, ka inate të vjetra e të ngjashme. Pra nuk do të thotë se oferta tjetër nga një djalë me këto atribute do të refuzohet.